الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار جماعت jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad, libër I veçuar në edukimin dhe përmirësimin dhe rregullimin e muslimanit. Kapitujt e fundit që I morëm ishin kapitujt e duas dhe lutjes, kur fryn era, kur ka bubullim, kur ka vetim dhe ndryshime të motit. Pastaj Imam Buhariu nga kjo kaloj në temën e lidhjes mes kësaj dhe gjunaheve. Andaj sjellë disa hadithe të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi jon alaihi salatu wassalam bëri një lidhje në mes mëkateve dhe ndryshimit të universit, si çrregullimi I stineve, si era e keqe, si fryma e ashpër e kështu me radhë. Andaj një ditë për ditëve fryu një erë e keqe në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi sa ka me disa prej shokëve të vet. Edhe thot Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, a e dini pse ka ardhur kjo frym? A e dini pse e ka shlu Zoti këtë frym? Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha disa prej hipokritave, prej munafikave I kanë bërë gibet, kanë përgojuar disa prej muslimanëve, andaj Zoti I Madh xhelle xhelalu e ka shlu këta si vërejtje dhe si ndëshkim. Për këtë arsye të nderuar xhamat, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar besimtarin që të bën lidhje mes gjunaheve të tij dhe çrregullimeve në univers, dhe të mirave që I jep Zoti dhe ibadetit që bëhet në tokë. S'ka e mirë vetë se vjen me ibadet, s'ka e keqe vetë se është shkak I gjunaheve dhe pasojave të cilat I bën besimtarin në përditshmërinë e tina. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na mësoi që ti vendoj sidomos vërejtje dhe sy gjunaheve që s'janojnë amenën. Na kena mundësi me komentue se gjunahat si rakia dhe zinaja dhe kamata dhe zhveshja janë sebeb I çrregullimit dhe dënimit. Ama ka edhe gjunahe tjera të cilat ne nuk u amnojmë menën, si për shembull përgojimi. Sikur për shembull përgojimi. Bëje sa kështu, kur frin erë keqe dhe bubullon dhe ka alarme nga qilla, cilit pineve I shkon menja se ka rrejt një herë kur ka shit diçka? Cilit pineve I shkon menja se një herë me një mezhlis e ka përgoju një musliman, dhe ata nuk e di kur kush përveç ata të mezhlisit? Cilit I shkon menja? Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam e tërheqi vëmendjen e sahabeve nga një gjuna që si shkon mendja. Cilit pineve I kujtohet kur ka ndonjë prapësi apo çrregullim se ka rrejt do një herë? E ka rrejt dikan. Edhe ajo rrejt ka mundësi ka 30 vet. Ti ke harrue, po ai pi asaj rrejnë ka po dam. Ai personi që ka e ke rrejnë ka po dam. Ti e ke harru që ekziston ai. Ti ke harru që ekziston ai. Ose ka mundësi ai ka ndru jetë, ndërkohë që ti e ke deviju dhe e ke lajthit. Për Allahu subhanahu wa taala nuk e harron. Allahu ja nuk e harron. Çdo mëkat që e kena bë ka tatimin e vet të ndërum xhamat. Lutim Zotin e Madh Allahut na I fal gjunat ya rabbal alamin. Sepse na vesh me rahmet Zotit mund na me jetue. Po e tërheq Allahu rahmetin e vet, na s'kena mundësi me jetu rahat. Sikur gjunaat kishin pas erë, cili për neve ju kisha afru tjetrit. Baje llogarit që Zoti sikur çdo mëkat që e bojnë atë na kisha ardhur një erë keqe. Cili për neve kisha afru tjetrit. Wallahi se nisha afru bab me evlat, për shkak erës keqe që I kisha ardhur. Njerëzve të mëlloj që kanë gjunahe. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u bëri me dije sahabeve se pasojat
e këqija vinë pi gjunaheve, e sidomos ato gjunahe që nuk i vendohet mendja. Pastaj Imam Buhariu ka sjell një balancë të kësajna çfarë më bë. Ka transmetuar nga Abdullah ibn Mas'udi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, "Men ukhtiba indahu mu'min." Dikush thot, e çka të bëj o gjë nëse unë s'baj gibet, po dikush tjetër bën gibet me xhlis? Si t'ja bëj unë? Ka thonë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, nëse je në mezhlis dhe dikush tjetër e bën gibet dikan tjetër. Thot Abdullah ibn Mas'udi, nëse përgojohet një besimtar në praninë tënde, edhe ti e ndihmon ata, fa nasarahu, edhe e ndihmon ti ata çka sash aty, ju thuktin vej mos folni sa ai nuk ka këtu. S'ka nevojë me fol, sa ai nuk ka këtu. Kur ti këtu folna? Apo ose nëse çka kimi thon thuj janë si. Thuj janë si. Mirë po njerëz nuk e përdorin syrin. Nuk e përdorin ballafaqimin. Mirë po ju vjen e këndshme dhe amël kur s'është aty. I thonë ke çka kanë mi thon. Ke çka kanë mi thon. Çka tha Ibn Mesudi? Tha nimoje. E nëse e nimon, fa jazahu Allahu khairan fi dunya wal akhirah. Allahu jep khair këtina në dunja e akhirat. Se e kanë ndihmuar. E kanë ndihmuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kush ja largon një barë besimtarin në dunja, ja largon Allahu një barë besimtarin në akhirat. Pastaj tha Ibn Mesudi, e kush do të që bëhet gibet në praninë e tij një besimtar, falem yansurhu, nuk e nimon. Thot, pa çashtu ave. Po një me çashtu ai fol. Ose shumë, s'ka lidhje. S'kam çka ju folën këto thot. Ose thot, s'kam çka prishun të rreziën. Mi anisun si cilët mi thon mos ban gibet, bëhet shumë. Thot Abdullah ibn Mesudi, fa jazahu Allahu sharran fi dunya wal akhirah. Allahu ka me paguajt këtë me sharr, ato gibexhit kanë këtë tjetër shka. Ama edhe këtë që nuk e kanë ndihmu vllahun e vet musliman, kur është burgojue, çka ka me ja paguajt Allahu me sharr dunya wal akhirat. Të ndurum xhamat, gjërat janë të lidhta njëra me tjetrën. Gjërat janë të lidhta njëra me tjetrën. Nëse nuk e shikojnë atë gjërat si një ummet, si një tërësi, gjërat s'kan kuptim. Ti kur e keni një smut të shtëpia, s'mundën këtë familje me funksionu normal. A edhe me shku në punë pizorit, me antikat e fëmija se ka të smut. E na si musliman, kur bëjmë gjunahe, apo kur bëjmë të mira, du të mi shiku si tërsi ato. E mira në gëzon kejtve, e keqe në dëmton kejtve. Kjo është ideja. E keqe në dëmton kejtve, edhe e mira në banë kajtë kejtve. Po këtë asyë shiko për nga mbela i sëra dhe sëmë, si mësoj sahabët, e sahabët në mësun neve. Pasë që ka tha Abdullah ibn Mesudi? Që ka tha Abdullah ibn Mesudi? Tha, nuk ka ushqim ma të keq që e përtit gjuha e një besimtarit se sa gibeti. S'ka hangë. Allahu e ka përshkujt gibetin si ngrënja e ushqimit vllahu dekt. Në meni në restoran, kur nuk ka ushqim gjenaze, a ka dikun restoran? A ki në meni? Meni nuk ki, ama në tavolin po. Meni s'ka. Se ti veç me ledzu ati, e thirat menagerin, shka shumë këtu? Mish gjenaze, njeri, ti trishtohet për emnit. Ama në realitet në e bojna që ta. Por që tha Abdullah ibn Mesudi, s'ka për tip gjua besimtarit, diçka më të keqe, se sa përgojimi një muslimani që nuk është aty. Allahu me Kur'an e ka ndalu të ndërum gjëmat. Me Kur'an e ka ndalu e. La yaghtab ba'dukum ba'da. O ju musliman, as njani, as tjetrin, as një tjetër mës të bangibet. Kur kush kërkan mës të përgojon. Kjo është feja e Zotit Gjellë Gjellalu. Ta ruash gjuhën. Ska përtyp gjuhën diçka më të keqe se sa me e përmen dikani si nuk është aty. Na nuk janojnë amenën, po ta Allahu është e madhe. Andaj vazhdojmë në Bukhariu për ta lidh punën e frymës me punën e gibetit, por shkak se gibeti është frym. Ti formulon fjali, formulon fjalë me erë, me oksigjen, me ajër, edhe i ngjit zanorët me bashkëndorë dhe i nxjerr ato. Apo, e kjo erë, nëse s'dele mirë, nëse së fjala e mirë, ka pasoja. Apo, ka pasoja. Por këtë arsye do ta shohim pastaj me lein Allahu te bareke ve teala në kapitullin e radhës që ka sjellë Imam Buhariu me izin e Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu t'i ruan gjuhët tona. Që Allahu t'i ruan gjuhët tona, t'i ruan gjuhët tona nga rrena.
Të ruajmë gjuhën Allahu subhanahu wa taala nga gibeti, që mos ta përkurojmë asnjëri. Të ruajmë Allahu subhanahu wa taala durët e tona, këmbët e tona, trupat e tona. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë me Islam që e don Allahu subhanahu wa taala, ajo që ka mundsi na me kuptuar pe sala. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu mos na donon për shkak gjunaheve tona, mos na ndoshkon për shkak mëkateve tona. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allah na shikon me rahmetin e Tina, jo me drejtsinë e Tina. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë si musliman, të rritemi edhe zhvillohemi si musliman, dhe kur t'ja japim amanetin Allahut t'ja jap na me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمستضعفين، رحماك بالمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح اللهم آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والمجرمين بالمجرمين والمنافقين بالمنافقين، ونجي المسلمين ونجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. قال الله جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.